Dhe në këtë pjesë të fundit të takimit tonë të sotëm flasim për fëmijët tonë, ata të cilët ndjekin mësimet në Marifi School International, është kështu apo jo? International Marifi School of Kosova. Veçandrova vetë. Është Flora Ajdarmataj, e cila është përfaqësuese e Panajirit dhe po flasim për një gjë shumë të veçantë, për një moment shumë të këndshëm që kemi pas mundësi me qenë dëshmitar të saj nesër në sheshin Zahid Parasiti. Çka saktësisht do të ketë aty, Flora? Atëherë, domethënë, kemi një panajir shkencës i cili do të organizohet nga studentët e shkollës së son, nga ora 11 deri në orën 4. Domethënë është panajir shkencës në të cilën domethënë do të shfaqin punimet e tyre nga fusha të ndryshme, nga këndet e ndryshme, duke filluar nga biologjia, kimia, fizika, robotika, edhe kështu me radhë. Në këtë panajir domethënë pritet të ketë pjesëmarrje domethënë të shumë, duke filluar nga ambasadori i Turqisë në Kosovë, zotri Tunç Angëllë, dhe gjithashtu hapja domethënë e ceremonisë do të bëhet nga përfaqësuesi i shkollave Marif në Kosovë, zotri Mehmet Nedim Aslan. Do të kemi gjithashtu edhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, duke filluar edhe nga Ministria e Arsimit, gjithashtu edhe qytetarë të ndryshëm. Tani Flora, më intereson të di në kuadër të këtyre punimeve, në secilën lëndë kemi, nëse mund të themi, një zbulim shkencor prej fëmijëve tanë, të cilët punojnë në fushat të ndryshme, përmendje biologji, teknologji, kimi e të tjera. Pra, këto punime kryesisht, domethënë, nuk është hera e parë në cilën është e vërtet, ka kohë që bëhet që marrim, domethënë, çdo vit radha që tashmë marrim në këtë panajir, domethënë e organizojmë këtë panajir të shkencës në shesh. Domethënë janë punime kryesisht të cilat përgatiten gjatë gjithë vitit, domethënë nga fushat e ndryshme. Edhe do të nxënësit domethënë nga ofër do të demonstrojnë domethënë në praktik ato domethënë eksperimente, nëse do të mund t'i quajmë. Edhe do të kemi për shembull një kënd për shembull tek pjesa këndi shëndetit, do të bëhet për shembull matja e tensionit, do të mund të dallojnë fëmijët do të jenë pjesë e domethënë do të jenë pjesë e të angazhuar domethënë në këto. Do të kenë mundësi për shembull tek fushat të tjera, për shembull të njerëzit të shohin në botën domethënë virtuale përmes syzeve VR, domethënë ka eksperimente edhe gjëra të ndryshme. Çka vlen të theksohet është edhe këndi i robotikës, në të cilën në shkollën tonë domethënë ne i japim shumë rëndësi, edhe nxënësit tonë domethënë kanë demonstruar siqoftë në gara kombëtare si ndërkombëtare, domethënë punimet e tyre kanë arritur të kenë sukses. Domethënë këto 2 ditë të fundit kemi pjesëmarrës të nxënësve domethënë të shkollës tonë, të cilët marrin pjesë në Antalya, në MEB Robotics, me të cilin presim që do të marrim edhe ndonjë shmim. Kanë dalë edhe me suksese viteve të kaluara kujtoj. Po, kemi pas domethënë rezultate goxha të ne jemi domethënë për shkollave e cila kanë sjell goxha rezultate, domethënë për shkollave private, kemi marrë vendin e parë në botë, domethënë për shkencë. Edhe kemi marrë pjesëmarrje të ndryshme në Spanjë, në Francë, në Amerikë, vjetë kemi qenë edhe në Gabon në Afrikë, ku kemi marrë, domethënë, jemi kështu goxha, me qenë se, domethënë, si shkollë, ne funksionojmë në kuadër të rrjetit global të shkollave Marif, në 64 shtete në gjithë botën, edhe, domethënë, kjo është një mundësi edhe një avantazh të cilin e kemi. Tani, flasim pak për panajirin. Më intereson të di reagimi fëmijëve, kur shohin fëmijët duke prezantuar punën e tyre. Sepse është shumë interesante. Është shumë interesant. Është shumë interesant realisht, më thonë, edhe nga përvoja e vjeçme të cilën i kam qenë nga ofër dhe i kam përcjell. Do thonë ata fëmijët janë të cilët i shpërndajnë edhe janë ata të cilët si thosh mund t'i quajmë inovatorë të ri. Edhe i bojnë ata eksperimentet, edhe janë shumë të përgatitur, domethënë i ftojmë të gjithë qytetarët që të vinë nga afër dhe të shohin domethënë nivelin edhe përgatitjen e tyre, janë shumë të emocionuar edhe të përgatitur të shfaqin ato punimet edhe në formën se thush më të mirë të mundshme që e paraqesin. Nga ora 11 deri në çfarë kohë do të mund të deri në ora 4 është e hapur, do të kemi ekstra domethënë edhe një ekspozitë, të cilën domethënë do të shfaqen edhe piktura të ndryshme që kanë punuar gjatë domethënë tërë vitit. Edhe gjithashtu do të kemi edhe kontin e domethënë revistave, publikimeve të ndryshme, të cilët domethënë qytetarët mund t'i shohin edhe nga afër punimet e tyre. Flora, faleminderit shumë së pari që organizoni diçka kaq veçantë për qytetarët dhe për fëmijët tanë me tekst të veçantë dhe mbi të gjitha për kohën që ndavën sot. Faleminderit për ftesën edhe për kohën edhe hapësirën. Me shumë kënaqësi.